ne do të jemi në hapat e dur, ne do të jemi në ritmin e dur, ne do të mbështesim çdo projekt që çon më tej këtë vllazëri, këtë unitet ton të përbashkët, sidomos në fushën e dijes, në fushën e artit, të arsimit dhe të kulturës. Një marrëveshje e cila është vetëm fillimi një sër kooperimesh të rëndësishme që ne duam të kemi me këtë fakultet, është shumë e rëndësishme që dy vendet tona të bashkëpunojnë në fushën e librit, në fushën e kulturës. Ky është i fakulteti i cili ka lidhje me mendimin. Shoqëritë tona si në Shqipëri edhe këtu në Kosovë kanë kaq shumë nevojë për mendimin, kështu që çdo nismë e cila ka pikërisht në thelbin e saj mendimin, ndërgjegjësimin dhe pranin sa më shumë në diskursin publik të intelektualëve, të zërit të kulturës dhe të librit është, besoj, e bukur dhe e nevojshme. Uroj që të ketë sa më shumë lexues për këto libra edhe pasurohet më shumë kjo bibliotekë. Dhuratë më e mirë se libri nuk mund të ketë një fakultet, edhe për studentë edhe për staf edhe për gjithë ne, kështu që ne jemi shumë mirë.